Situata në Vlorë dhe Fier mbetet e rënduar pas rreshjeve të dendura dhe daljes nga shtrati i lumit Vjos. Megjithse ky mëngjes niveli i ujit ka nisur të ulet pranë urës së Mifolit, duke lënë pas kuota maksimale mbi 9 metra që u regjistruan të njëjtën. Pasojat e përmbytjeve janë të dukshme në shumë fshatra brenda argjinaturës, ku banesat dhe tokat bujqësore vazhdojnë të jenë në ujë dhe varrezat e disa fshatrave nuk i kanë shpëtuar dëmeve. Në njësinë e Novoselës, 13 familje janë evakuuar gjatë natës, ndërsa rreth 50 hektar tokë mbeten të përmbytura. Në Fier, fshati më i prekur është Ferras me 75 banesa të dëmtuara. Uji ka deportuar brenda dhe jashtë argjinaturës. Ekipet e shpëtimit kanë evakuuar 8 familje, përfshirë 18 persona nga Ferras dhe 2 persona nga Poçemi Mallakastrës, ndërsa rreth 700 hektar tokë bujqësore në disa fshatra të Fierit janë në ujë. Në Bishan të Vlorës, rreth 20 familje i kanë banesa të rrethuara nga uji pas sharjes së argjinaturës gjatë kulmit të prurjeve. 10 hektar tokë bujqësore dhe sera janë përmbytur, ndërsa nënkalimi i fshatit mbetet i mbushur me ujë dhe qasja bëhet vetëm me mjetet e ushtrisë. Forcat e armatosura kanë ndërhyrë për të ndihmuar banorët, përfshirë një të moshuar të bllokuar nga uji. Furnizimi me ujë në qytetin e Fierit është ndërprerë për shkak të stacionit të pompimit në Kafaraj, që ndodhet nën prezencë të ujit, ndërsa uji shpërndahet me autobote. Ekipet e OSHI-s janë duke ndërhyrë për riparime në disa banesa ku energjia elektrike është ndërprerë. Autoritetet po vijojnë monitorimin e situatës dhe ndihmën për familjet e evakuara, ndërsa banorët përballen me dëme të konsiderueshme materiale dhe pasiguri për tokat dhe shtëpitë e tyre.